Po shpjegojmë një nga pikat kyçe të shfrytëzimit të numrave me shenjë për klasat e 9-ta. Në qoftë se fëmijët nuk kuptojnë shumëzimin e numrave me shenjë, ato kanë shumë vështirësi në zgjidhjen e ekuacioneve, në të ndryshme, në shndërrimin e shprehjeve të ndryshme e të tjera me radhë. Vazhdojmë. Shpjegojmë të themi tabelën që e kemi krijuar nga vetit që kanë prodhimi i numrave me shenjë. Një numër negativ që shumëzon një numër negativ tjetër, pra dy numra negativ që shumëzojnë me njëri tjetrin, japin një numër pozitiv. Një numër negativ që shumëzon një numër pozitiv, jep numër negativ. Një numër pozitiv që shumëzon një numër negativ, jep përsëri një numër negativ. Dhe kur shumëzojmë në numrat normal, pra numrat pozitiv, se ne nuk shkruajmë plus 2 apo plus 4, po shkruajmë 2 dhe 4 me marrëveshje, gjithmonë do dalë numër pozitiv. Shembull, kemi rastin e minus 2-shit, që është numër negativ, që shumëzon minus 1-shin, ai do na japi 2, pse si tham neve më sipër që një numër negativ që shumëzon një numër negativ jep një numër pozitiv. Pra, tu e ilustruar me rastin ton. E njëjta gjë vazhdon. Minus 3 që shumëzon 1, barazi me minus 3. 4 që shumëzon minus 2, barazi me minus 8. Dhe 5 herë 2 barazi me 10. Për çdo pyetje apo pa qartësi më shkruani në komente.